shyrën e mini 36 fëmijë në vështirësi ekonomike, se kishte pak kohë, kishte kujtina, moçalin, policën e konit, shullën dhe pak tokat të tjera, e gjithë kategoria kesë, pa ujë, se mali bupsit, ishte i tapë, pa vadi. Tokat ishtu andjen, të rritën, të morën rrugën për përbet. Saliu, djali madh i Eminit. Saliu martua me Qamiljen, motrën e Muharrem Alimit, nga Podgorani, me të cilën lindën 4 djemë dhe një çup. Lilin, Shabanin, Mehmetin, Fezën dhe Estrefin. Saliu ishte njeri punëtor dhe veçanisht tregonte interes për blegtorinë. Mjaft kohë i ruante me vetë derisa ju rritën djemët. Me 1930, Saliu t'i ndodhi një fatkeqësi e madhe. I vdiq djali i madh Mehmeti nga një infarkt në zemër. U gjeti vdekur në mëngjes në kasollën e bashkisë në Shuller, mbasi ruante bashkinë e Meleqen. Kjo vdekje i droi shumë familjen tonë dhe krejt farefisin, se iku në lulen e rinisë, e kishin fejuar dhe prisnin ta martonin. Djalë që shkëlqente në gjitha drejtimet, i zgjuar, shumë, i edukuar dhe punëtor. Familja e Saliut. Shabani u martua me Dylbikun, të bijën e Riza Pelushin nga Pavari, me 1935, me të cilën lindi 6 djemë, Tomorin, Fetin, Mehmetin, Esatin, Qazimin dhe Qeremin. Shabani vdiq në dhjetor 1993. Fezua u martua me Alimen të bijën e Lazet Topajani në nëndor të vitit 1943. Me Alimen lindën 5 djemë dhe 2 çupa. Ekuranin, Plumbin, 2 binjakët, Saliun dhe Dritanin, Fatmirin, Dritën dhe Fatikon. Ekuranin e vrau Vetima Rufeja, në moshën 22 vjeç, ku ishte duke ruajtur bashkinë e kooperativës në malin e Trebeshinës. Estrefi u martua me Kajamen me 1947, me bijën e Novuz Brzanit nga Bupsi, me të cilën lindi 5 djemë dhe 3 çupa. Përparimin, Dashnorin, Krenarin, Gazmirin, Palin, Qamiljen, Ritën dhe Ekin. Estrefi vdiq në muajin prill 1993 nga një infarkt në zemër, kurse Kajamja në gusht të 1995 nga një aksident automobilistik. Lilia u martua me Skënder Brëzani në Buhës, me cilën lindi 5 djemë dhe 3 çupa. Petriti, Bardhyllin, Myrtezan, Yllin, Gramozin, Lulen, Lirin dhe Sherinën. Djali i dytë i Eminit. Ganiu martua me Xhevailjen të motrën e Hysén Veliajt Paraspuar, me cilën lindën 3 fëmijë, Bajramin, Safeten dhe Aliun. Bajrami u martua me Razien të bijën e Shemes nga Panarit, me cilën lindën 4 djemë dhe 4 çupa. Agronin, Ganiun, Ziniun dhe Ilirin, Ruzen, Nafien, Xhevailjen dhe Zenepin. Safetia u martua me Hajdar Salije Emsar, me cilën lindën 2 çupa. Aliu u martua me Rahime të bijën e Nezime Majdin në Bukës, me të cilën lindën 3 djemë dhe 4 çupa. Hektori, Artani, Altini, Manushaqen, Violetën, Valbonën dhe tjetra nuk e mbajnë emrin. Nazifi, babai im. Për Nazifin do të flasim në dokumentarin numër 3.